Do ta bëj këtë pyetje, sot po dëgjojsha bashkinë, diskutimet që po bënin në Këshillin Bashkiak. Këshillin Bashkiak lidhe me Erjon Velian. Dhe këtu do ta bëj me një pyetje tjetër. Një Eda Kaceli që e kanë Këshillin Bashkiak, nuk e disha, se e disha që është në Itali ajo. Dhe kur mori fjalën tha, sot është një fitore e madhe, sepse largimi i Erjon Veliajt nga zyrtarisë, nga kryetar bashkie, është njësoj si dita e rrëzimit e Enver Hoxhës. Këtë lloj gjue, këtë lloj retorike e përdor shumë Partia Demokratike. A mendon se funksionon ky antikomunizmi banal? Ja. Dhe kush, pikërisht nga ato që kanë qenë në shërbimet atij regjimi, kanë qenë, nuk e kam fjalën për Kacelin, se këto kanë qenë familje nderuar tiranëse, po ju tash i keni qenë atë parti dhe i takoni një shtresë të përsekutuar. A mund, biles unë them, a mundet ju dini tash më kam qenë i përsekutuar, mund kujtojnë ato familjet e dëshmorit që ishin kohët komunizmit, është njësoj, kam qenë familje dëshmori. Tash ti ke qenë 17 vjeç. Janë 35 vjetë i gati 50 vjeqë. Çfarë do të thush ti më i përsekutuar, kur ti nuk e qeni aftë, ndërtosh jetën tate, në këto 35 vjetë, dhe nuk është çështje përsekutimi. Dhe më duket se është largu kjo. Dhe përsekutumit, që se je dakord, nuk qenë gjendje ta tregojnë veten si një blok, në të kundërt, ran pre e banalitetit Partisë Demokratike në mënyrën se si i trajtoi derisa i telendisi fare. Ke shumë të drejtë atë që thonë. Kjo shumë të drejtë dhe kjo në fakt është një nga çështjet që her pas here më ka shqetësuar për psikozën që i ka ploj shtresën e të përndjekurve mbas 90-s. Domthonë, të përndjekurit kanë qenë njerëz të mësuar, lexuar, të pasur. Jo të gjithë, nuk do ta përgjithësoj. Po them, të lutem se të përsekutuar nuk ashtu njëri, po pjesa më e madhe nuk kanë hyrë për një mendim politik, por ishte sistemi, dikush që ka gjatë, dikush i referohen pjesës. Ajo ajka që thotë jam plotësisht dakord. Asaj pjesë i referohen. Po çfarë ndodhi më vonë? Ndodhi më vonë, dhe këtë e them dëshmitar, si thua në vetë të parë, i një lloj psikoze të mëshirës në shoqërisë. Domethënë, për ndjekurit prisni se çdo të bënte Partia Demokratike. Po. Më kuptoj fare mirë që në 90-ën mund të mos ishin këta violina e parë e krijimit të partisë së parë antikomuniste, për shumë arsye. Jam dakord. Për më tepër që edhe historinë, s'mund të bëhet. Sepse e para unë kam thënë në librin tim, kam thënë që komunizmi shqiptar krahasuar me komunizmin në Europën Perëndimore ishte si ferri me parajsën. Pra, nuk ishte mundësi. Sot që shesin men, ka pas disa zëra, më të rebelum, më ashtu, po nuk ka pas një kundërshti regjimi këtu të organizuar. Dhe nuk kishe si organizohet. S'kishe as fen, s'kishe as klubet, se ti kishen që ki, po kishe klubin për tëf. Sigurisht, kishin një. Kishen Poloni, po kishe këto. E vërtet. Kështu që plotësisht dakord që mund mos ishin violinë e parë, po me kalimin e kohës. Në duhet kishin kuptuar që vendi i tyre nuk do të ishte në mëshirën e Partisë Demokratike, por të krijoni një identitet të tyre, nëse e kishin realisht që në detet e tyre vlaonte gjaku i të parëve tanë, me thënë drejtën. Nuk e arritëm dot. Pse? Keq më vjen. Ke bërë analizën e herë pse? Po. Kjo është shumë rëndësishme. Pse shtresat përsekutumve kur kishin moralin nuk arritën do të krijojnë një identitet dhe e thatë shumë bukur ranë në mëshirën e Partisë Demokratike që i trajtoi si mos më keq. Sepse për shumë arsye, se s'ka një shkak të vetëm. E para për faktin që të ishe kundër Partisë së Punës, pasaj Partisë Socialiste, ishte e fortë ende. Dhe pavarësisht se Partia Demokratike nuk është se të paktën personazhet kryesore aty nuk është se ndryshonin shumë nga ata. Jo shumë, po ishin më i bretni.
duke sikur u ledhatoi Sedra, duke qenë tek Partia Demokratike. E para. E dyta, realisht brenda Partisë Demokratike nuk i është krijuar asnjëherë hapësira e duhur, e sinqert, për t'jo krijuar aftësinë për të dalë në vitrinë politike. Pak element kanë qenë ata, unë ndoshta njëri prej tyre, po për arsye të tjera, të cilët ju dha një mundësi e tillë. Së treti, nuk e di pse, po më është krijuar ideja, e kam bindje pothuajse tashmë, që edhe një lojë për të mos i lënë të koaguloheshin në një grupim, edhe është bërë.